I veçantë ishte takimi i radhës i kandidatit për deputet të Partisë Demokratike Ted Kopliku, bisedë në uborrin e shtëpisë mes miq të vjetër shkodran. Zgjell me këtë uborrin këtu, sepse këtu jam rrit. Kam marrë me u kërku mbështetjen tuaj. Garancia parë është familja jeme, tana vlerat që ata më kanë trashëguar. Garancia dytë është rruga që un kam zgjell, por nuk kam zgjell asnjëherë rrugën e shkurt. Mes kujtimesh të shumta, të pranishmit vlerësuan figurën e Tedit jo vetëm si një djalë i ri, por mbi të gjitha idealist dhe adhetar i mirë. Një shans për ne që votoj për te ka qenë në parlamentin shqiptar. Kjo lagje, në 34 vite, ka tregu rezultat jashtëzakonisht mirë për Partinë Demokratike. Mbështetje pa rezerva për Tedin, përfaqëson profilin e një djali shumë të rritur, shumë i vërtetshëm. Tedi Kopliku, dha gjithçka, u bë fenomen, një talent i rrallë me vazhdu me në shtetë. Ne duhet me punu shumë, me bimë të tjerë. Kam pas në nxënës, Tedi, kam diskutuar me te për nënvimet e avancume. Të shoh në aktivitet për ditë dhe jam super i kënaqur. Tu nuk ke vetëm familje të deputi, nuk ke familje masarreshe, ma gjërë dole, ma rama, do të kesh votën maksimale nga qytetarët të Shkodrës. Vot për Ted Koplikun kërkuan edhe deputetët Emilia Koliçi, Helidon Bushati, si dhe i pari i listës Luciano Boçi. Rrokat kanë pas një rritje graduale përgjithësi. Partia Socialiste deri në vitin 2022 nuk bani asnjë rritje rrokave. Tedi është një përfaqësues i denj i diasporës, debatusi më i mirë televiziv që ka nxjerrë ndonjëherë Shkodra. I shërben mbrojtjes kauzave, duke i besuar veç vetit, të jepni votën veç Tedit. Jemi në mbështetjen e qytetarëve të Shkodrane dhe gjithë bashkë Partia Demokratike të fitoj. Kandidati i Partisë Demokratike Ted Kopliku gjithnjë më shumë po merr mbështetje masive jo vetëm nga të rinjt, por edhe grup mosha të tjera, duke vlerësuar formimin dhe leadershipin e kandidatit Kopliku.